Në parkun e banesave të njohura si banesat kineze, në afërsi të shkollës fillore Yllmorina, hapësira që dikur ishte menduar për gjelbrim dhe pushim për banorët, sot është mbuluar nga mbetorinat. Ky park, që duhej të shërbente si hapësirë ku fëmijët luajnë lirshëm dhe banorët kalojnë kohë aty, është shndruar në një hapësirë të papastër dhe të lënë pas dore. Për gjendjen e lagjës flet njëra nga banorët. Që tu mas pari vijin plot, qesin pi kamosit, me komba, me kamiona. Plus hymja o katastrofë. Bërlogat i lojnë për para dyrve, telat e teshave i najnë në katë 5 ku i nana, nuk s'di gjo katastrofë, s'muj me dalin sa ba pi qanve pi macave. Se këtë bërlogat jenë për, plus gjujnë pi katave, jo gjujnë flika, jo gjujnë piruna, jo gjujnë katastrofë. Pamje të tilla jo vetëm që prishin imazhin e një lagjeje, por ndikojnë drejt për drejt edhe në cilësinë e jetesës së qytetarëve. Kjo situatë ngrej nevojën për më shumë përgjegjësi individuale dhe respekt ndaj hapësirave të përbashkëta.